Është mbledhur konferenca e kryetarëve ku në rendite ishte kërkesa e deputetëve demokrat për zhvillimin e një mocioni me debat mbi mungesën e caktimit të minimumit jetik, si dhe hapat konkret që janë ndërmarrë për miratimin e minimumit jetik në Shqipëri. Pas përfundimit të mbledhjes, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka deklaruar se Partia Demokratike ka kërkuar mocion me debat për buxhetin e vitit 2026. Mëtej, Balla komentoi edhe protestën e Partisë Demokratike, teksa tha se sa herë që Berisha thirret në SPAK, bëjnë protesta. Debati për buxhetin është miratuar me konsensus, kalendari është miratuar me konsensus, ja është përcaktuar që seanca fillon ditën e mërkurë në orën 10. Çdo deputet ka 10 minuta për të folur. Pjesa që lidhet me respektimin e rregullores kuvendit, me respektin reciprok, se dëgjova sot një prej përfaqësuesve të Partisë Demokratike, i cili ishte i shqetësuar për vendimarrjen e Sekretariatit për Etikën, Votimin dhe Procedurat Kuvendit të Shqipërisë ndaj një deputet. Unë mendoj që besoj që e bashkëndaj me secilin prej jush rregulloria, kodi etikës nuk janë libra për të mos u marrë në konsiderat, po janë norma të cilat duhen respektuar. Edhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike bëri me dije se kanë kërkuar mocion me debat për projekt buxhetin e vitit 2026. Sipas tij, me këtë projekt buxhet cënohen të drejtat kushtetuese të qytetarëve për caktimin me ligj të minimumit jetik. Majoranca socialiste në kuvend vijon me projektin për asgjësimin e parlamentarizmit dhe asgjësimin e çdo mekanizmi kontrolli që parashikon rregulloria e kuvendit. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, në ushtrim të drejtave që i njeh rregulloria e kuvendit, ka depozituar një mocion me debat për mungesën e një ligji të posaçëm, siç ndodh në çdo vend të rajonit dhe në çdo vend të Europës, për caktimin e minimumit jetik. Qytetarët kanë parë se gjatë këtyre ditëve ka ardhur në kuvend për shqyrtim projekt buxheti për vitin 2026 dhe para 3 ditësh edhe paketa fiskale apo ligjet financiare që shoqërojnë miratimin e projekt buxhetit. Ndërkohë, Agron Xhekmarkaj u ndal tek përjashtimi i Berishës, duke e cilësuar si një rast të paprecedent. Sipas tij, mazhoranca ka frikë nga fjala e Berishës dhe të vërtetat që ai pretendon se thotë.